Mes dhimbjesh dhe lotësh, familjar të afërm dhe banor të zonës i dhanë lam të mirën e fundit të Bleona Çelajt dhe 2 fëmijëve të saj, 3 dhe 1 vjeç, të cilët humbën jetën në mënyrë tragjike nga zjarri që përfshiu banesën e vjetër të familjes në fshatin Domen, në njësinë administrative Postrip të Shkodrës. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 13:10 së mërkurës, sipas hetimeve paraprake. Dyshimi kryesor është se zjarri ka nisur pas një rrjedhjeje të mundshme të gazit dhe shpërthimit të bombulës, ndërsa prania e materialeve lehtësisht të djegshme brenda banesës ka favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve. Për shkak të terrenit të thepisur malor, ndërhyrja e forcave zjarrfikse u vështirësua ndjeshëm. Banesa ndodhej rreth 30 minuta lart të rrugës së aksesueshme me automjete dhe ekipet e shpëtimit u detyruan ta përshkonin një pjesë të rrugës në këmbë. Kur mbërritën në vendngjarje, objekti ishte shkrumbuar thuajse plotësisht. Familja Çelaj jetonte prej vitesh në Gjermani dhe ishte kthyer në Shqipëri për pushime. Sipas të dhënave të mbledhura nga grupi hetimor, Bleona së bashku me 2 fëmijët kishte shkuar në banesën e vjetër të familjes në Domën për të kryer disa punime, ndërsa bashkëshorti ndodhej larg banesës në momentin kur shpërtheu zjarri. Ndërkohë, gjatë hetimeve kanë dalë dhe deklarimet e familjarëve të 24 vjeçares për një histori të pretenduar dhune në çift. Nëna e Bleonës ka deklaruar pranë policisë së Shkodrës se vajza e saj ishte dhunuar më herët nga bashkëshorti dhe se familja kishte tentuar ta largonte së bashku me fëmijët nga kjo situatë. Sipas familjarëve, disa muaj më parë, Bleona kishte kërkuar të largohej, por më pas kishte vendosur të rikthehej pra bashkëshortit. Ata kanë deklaruar gjithashtu se komunikimi mes 2 familjeve kishte qenë i kufizuar dhe marrëdhëniet mes tyre ishin të tensionuara. Nga ana tjetër, bashkëshorti 24 vjeçares ka mohuar ekzistencën e konflikteve në çift dhe ndodhet në një gjendje të rënduar psikologjike pas humbjes së familjes. Pavarësisht deklarimeve për dhunë, burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se provat e administruara deri më tani nuk kanë nxjerrë elemente që ta lidhin këtë ngjarje me një veprim të qëllimshëm. Ekspertët e zjarreve dhe grupi hetimor kanë vlerësuar se vdekja e nënës dhe 2 fëmijëve ka ardhur si pasojë e një aksidenti. Në vendngjarje kanë bërritur edhe ekspertë specializuar nga Tirana. Policia ka sekuestruar pjesë të bombulës së gazit dhe materiale të tjera të gjetura në banesë, të cilat janë dërguar për ekspertizë. Hetuesit kanë përjashtuar deri më tani pistat e vetvrasjes apo një veprim të qëllimshëm ndaj fëmijëve, ndërsa vijojnë verifikimet për të përcaktuar më saktë shkakun e shpërthimit dhe dinamikën e minutave të fundit para tragjedisë.